Shtrenjtim. Kjo është kryefjala e vitit 2025, e me këtë fjalë po nisë dhe viti 2026. Kompania Rajonale e Sjellësit Prishtina ka publikuar tarifat e reja për periudhën 2026-2028. Tarifa këto që do të hyjnë në fuqi nga ky muaj. Tarifat e reja për konsumatorët shtëpiak nga 45 cent për metër kub kanë kaluar në 63 cent, që përbëjnë rritje në 40%. Kurse për shërbimin të urave të zeza, nga 8 cent konsumatorët shtëpiak do të paguajnë 12 cent. Konsumatorët komercial me tarifën e re do të paguajnë 82 cent për metër kub, nga 62 cent sa ishte tarifa e kaluar. Kurse për shërbimet e urave të zeza, konsumatorët komercial do të paguajnë 28 cent nga 17 cent që ishte tarifa e kaluar. Sinjali ka kontaktuar autoritetin rregullativ të shërbimeve të ujit, të cilët thanë se tarifat e reja erdhin si pasojë e rritjeve të çmimit të energjisë elektrike dhe rritjes mesatare të konsumit shtëpiak. Fatura mesatare për një konsumator shtëpiak që konsumon rreth 10 metra kub ujë në muaj, sipas tarifave të miratuara në vitin 2025, kjo ngarkesë ishte 6,07 €, kurse në vitin 2026 do të jetë 8,17 €. Pa të vëshë, rritja faturës është për 2,10 €, apo për 34,6%.